Gjithashtu prej asaj që është përmend hadithet e pejgamberit sa është një hadith që transmeton Tabaraniu dhe është hadith i vërtet, ku i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka thënë: kush mi garanton 6 gjëra, ja garantoj xhenetin. Dhe garantimi i xhenetit është shenjë e faljes së mëkateve, apo nga se njeriu për me hyrë në xhenet duhet t'i falen mëkatet. E Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: kush mi garanton mu 6 gjëra, unë atij përballë se garancë ja garantoj xhenetin. Se të këtu 6 gjëra që duhet ja garantojnë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për të na garantuar xhenetin, ka thënë: kur të flet mos të gënjen. Kur flet mos të gënjen. Sa flet besimtari nuk bën me gënjy. Qase nëse gënjen e ka thy marrëveshjen me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe rana është cilësia më e shëmtuar që mund të cilësohet me tani musliman. Dhe dikush mendon nganjëherë se rana ka të bëjë që kur dikush qëllimisht ran. Për shembull i thotë bardhës zez. E din që është e bardhë, ato është e zez. Ran qëllimisht. Po kjo ran e kulluar e qartë. Por a ka diçka ala që mund të jetë gënjeshtër, mund të jetë rana që na nuk e dim? Për shembull, a ka mundësi me kon diçka? Çka ka mundësi me kon ran e që na nuk ja vendojmë veshin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bima sami'a." Muhamedi sallallahu ka thënë, mjafton për një njeri, dëgjoni këtë hadith me vëmendje. Mjafton për një njeri të bie një gënjeshtër nëse flet keq çkatnin. Do njerëz keq çkatnin flasin. Edhe nëse kum di që është e vërtetë, po atëherë ka dal. Mjafton për njëri me ran që çkatnin më fol. Niva fillojnë të thonë kështu diva, po ti ka dal. Ka një rregull njëri në përcjelljen e lajmeve, ka një rregull në marrjen e informatave. Duhet njëri jo keq çkatnin me thon, jo keq çkatnin me përcjell. Po duhet me pas një falloj filtri, një falloj rregulli në verifikimin e lajmit për pastaj me ditë se a më thon, a mos më thon kështu më radh. Prandaj kushti për mbrojtje nga gënjeshtra nuk qen ka veç mos më rreth qëllimisht, por me pas kujdes si po i përcjell lajmet, si po i përcjell informat, a je i sigurt, a e ke dëgjuar mirë, a e ke marrësh mirë e kështu më radh. Kjo është e para. Kushti i para, po kush më garanton 6 gjëra, ja garantoj xhenetin. E para, mos të gënjen kur të rran. E dyta, mos ta tradhton emanetin që është besu. Ta ka besu dikush një emanet. Çka është me ta besu dikush një emanet? Për shembull, ta ka besu dikush një sekret. Vëlla jam e kam një derë veç ti po të kallzoj. Apo e tani na i them diku qëllim ka thonë unë veç tyve që do veç ti po të kallzoj. E këto tani veç ty këtë bota e merr bash ato. Jo, ta ka besu veç ty. Kjo është emanet që nuk shpërndahet. Andaj ka thonë pejgamberi sa nganjëra, shikoj se si na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ka njëri s'kanë me të thonë veç ty. E që shme marrë veshone që veç mu për më thotë, Muhammed më ka thonë, nësë qofë se një njëri ju flet diçka dhe shikon djath edhe majtas, kjo i bje sa i të këshyra për një dikush ajo. Dhe që i bje që ty po të veqe me këtë informat. Nuk kanë me të thonë, pa i së më tha veç ty, po t'ja e pe që u rujke i pitjerve, po atër i bje që veç ty pra. Prandaj, kjo është një lloj rujtje emanetit. Mos e tradhton njërin këtë emanet, më zbulu një sekret që ta ka besu ty. Ose tu ka dhënë një përgjegjësi. Ruaje këtë vend, kujdesu për çto. Krye që të vepër, duhet besimtari me përgjegjësi me kry. Mos me tradhtu emanetin e vet. Prandaj edhe puna që e merr duhet më kry me korreksi. Je marrë me dikon me ja kry punën kaq, kështu më ja kry punën në këtë kohë, në këtë ditë, duhet më kry me korreksi. Se përnysh është mund të jetë tradhimi emanet që tu ka besu. Ky është kushti i dytë për të na ushtuar mëkatet në këtë hadith që i ka përmend pejgamberi 6 gjëra. Kushti i tretë është, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më para kur flet mos më gënjy, kur ti besohet emaneti domon mos më mashtru, edhe treta kur të premton mos më e thy premtimin e tij. Ka premtuar që sigurisht e ke përmend se vjen kaq ora ose e kryen këtë punë ose këtë e bën me çu premtimin vet. Normalisht kuptohet njeriu mund t'i dalin pengesa saktuara, po mirë është që njeri me lajmëru paraprakisht ose me tregu, nuk ka mundësi të vi ose vonom ose ndodh kështu diçka ose në fal ka ndodhur diç, a bën me shty ditën për ditë tjetër, të jetë korrekt këtë drejtim. Por jo thot premtim ose fatkeqësisht, sigurisht sot tek musliman ka devalvuar më të madhe fjala inshallah. Thot inshallah dhe kur thot inshallah di se s'bohet kur. Se thot inshallah do s'bohet apo. Inshallah do inshallah e bie që gjithë si bëhet veç Zoti mos dasht. E të ne bëjmë kur ai nuk don. Prandaj inshallah është një vërtetim se do të bëhet, e jo një vërtetim se nuk do të bëhet. Pra njëri kur premton, duhet me çu premtimin në vend. Kjo është marrëveshje mes neve dhe mes Muhamedit
sallallahu alaihi wasallam nëse dëshirojmë me arrit këtë shpërblim të madh të falës së mëkateve dhe hyrjes në xhenet. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me katër ka thënë gaddu absarakum, ulni shikimet e juaja. Ai që ul shikimin nga harami, nga që e ka ndaluar me shiku, qoftë në rrugë, qoftë në TV, qoftë kudo qoftë në internet, të faqeve të shumta lloj pamjeve të këqija, të ndyta, kudo që publikohen, ul besimtari shikimin atë. Ulja e shikimit me lejen e Allahut azza wa jall bën që më të ruhet këtë trupi. Ruhet zemra, ruhet gjuha, ruhet veshi, çdo gjë ruhet shikimi. Andaj Allah xhallahu ala ka thënë: "Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim." Thuaj ju besimtarve të ulin shikimet e tyre. Gjithashtu për asaj që është e përfruar të ulin shikimi është, ka se dikush mendon se shikimi duhet të ul vetëm para gjinisë tjetër, kur e ka përpara e ulin shikimin. Po kjo është kryesorja. Por ka ala diçka që duhet të ul shikimin po. Çka është ajo? Për shembull, një diçka luksoze që është, që mundesh me lakmu, ulë shikimin, s'ke çfarë me këshyra apo. Ka njerëz që njerëz për shembull kerë të mira, se ka me ble, si ka punë, veç e smun vetë me vetë, që unë s'kam me pas, pse është ti vetëm do të lashëve që i rahat, ose këshur telefonat strejt, ose këshur shpijat strejta, ose as i ka renet, as e ka njetin, as i ka punë, veç mi ashtu vetë lakmin. Unë e shikin ma rahatje, ma mirje, apo? Andaj besimtari nuk lakmon nga dunjaja askujt kurgjë. Na në qofë se lakmojnë në ndiken, në ndeq, lakmojmë që se aje shfrytëzon ato në punë të harit. Për shembull, në njëri e ka një kerë, ose e ka një çka do qofë pajisje dhe e përdur për hajr. Na lakmojmë të kësha pasë dhe shumë ja bo hajr, me ngu kuran për kësajna, ose minimu njerëzve, për qëta e lakmojmë, ama veç për pajisje që kemi lakmojmë. Andaj besimtari është me ul shikimin për ballsoj, mos me smu zemrat i me gjëra që mund të shkaktojnë pastaj problem. Pse? Pse nuk e bën tani të kënaqur kur më ato çka ka. Vallahi merr telefonin me mirë që ki. Këtë punë ti kryen, është super, këtë mirë ti kryen punë. Si të shënjë më atë që ki, këtë bëhet bëjat. Se më pa pas to që ky ka ngjyrë më të mirë, ky më i holl, ky më ngjyrë më i përshtatshëm. Më njëra ato çka ki, si i kënaqur me të. Pastaj çka ndodh? As nuk e ki ato që po e dën, as nuk i kënaqur me këto që e ki. Kur rahat nuk bosh apo. Qysh bosh rahat ulë shikimin. Kënaqem ato që ka caktuar Allahu xhallahu ala, bosh njëri më i pasur. Ka thënë pejgamberi sa warda bima qasama Allahu lak takun agna an-nasi. Kënaqem me atë që Allahu ta ka dhënë, bosh njëri më i pasur. Alhamdulillah. Apo zgjrim punë. Alhamdulillah çaq. Andaj si shërosh nga ky problem, ulë shikimin. Andaj ulë shikimin nga çdo gjë që të pengon, nga çdo gjë që mundet me të çon mëkat. Kjo është një marrëveshje mes neve dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj ka unë kufu e idijekum. Marrëveshja numër 5, ruani ose mbani larg duart e juaja. Çka i bie kjo duart e juaja? Mbani larg duart e juaja nga çdo që është haram. Mos me prek në haram, mos me marr haram, mos me udhzu ka harami e kështu me radhë. Ka nga njerë dikush për shembull nuk shkon haram. Për shembull, ti nuk shkon në bastore. Haram është me shku në bastore. Fitimi që bëhet mbas këto haram. Këto haram. S'ka të një tru halal s'ka. Këto është haram. Jo unë shkoj në fali pas shkoj në bastore. Po diku në rrugë thot në fal, ku është ti më çe ku është thot. Ke bu me dorë, heq e dorën, s'di ku është. S'ka këto bastore. Mos u zë kërkon as mos shko vet, as mos as ken mos u zë ka haram me ka keqja. Nëse ki mundsi me këshillu e ngjetur, çka li patje? Çka ki më pse u para pa djova? Nëse ki mundsi me këshillu këshillu, s'ki mundsi, të më falun nuk di ku ka këto. Se nuk ka rënd kjo. Me thonë nuk di, se ti s'po thush, nuk di ku është bastorja. Po nuk di me të uzu për sharrën ty apo. Që kjo qëllimit nuk di. Unë nuk di, unë nëse të uzoj për hajr. Ose s'të uzoj për sharr fara apo. Prandaj edhe kjo është një lloj përmbaje dorën tënde. Mos uzo ka sherrri, mos prek sharr, mos bësh sharr me dorën tënde. Kufu eidikum. Mundo sa më tepër që ki mundsi me këtë dorë të bësh hajr. Ose e të rjek dorën tënde, nuk bën sherr me ta. Kjo është kushti i 5 që ka përmend pejgamberi dhe ka thonë wahfadhu furujakum, edhe ta ruani nderin e juaj, ta ruani moralin e juaj. Kjo është kushti i 6 që i dërguari sa sa më ka thënë kush më garanton këto 6 gjëra, ja garantojnë atij xhenetin. E kush ja garantu Allahu xhallahu ala xhenetin, i bie se ja ka fal mëkatet. Dhe e fundi që dua më përmend, mos më zgjat më tepër, për gjëra që me lenin Allahu xhallahu ala na fshihen mëkatet, është
vizita e të smurit. Vizitu njëri një smut, ka në hadith pejgamberi sa sikur se kemi përmend të rregullat atje për ta vizituar smurin dhe tek vlera e kësaj vepre, do të thotë pejgamberi sa ka thënë njeriu përderisa është në vizitë të vllaut të smur, ai qëndron në kopshtë për kopshtëve të xhenetit. Gjithashtu transmetuar nga pejgamberi sa se njeriu është nisë me vizitu një vëlla, për hir të Allahut s'ka pas ndonjë s'ka një që është i smut, është nisë me vizitu dhe Allahu xhallahu ala këtij njeriu ja ka dërguar një melek për t'i thonë, pse po shkon me vizitu këtë vëlla? Kon s'kam interes, veç e du për hir të Allahut. Atëherë ky meleku i ka thonë, Allahu më ka dërguar që më thon ty se aty Allahu po don. Andaj Allahu atë që don ja fshin mëkatet dhe e lëron nga dënimi. Prandaj këtu janë vepra që mund të jenë të lehta, të thjeshta, por ne mos t'i kursojmë mendit të madhe. E t'i kursojmë rëndësi këtyre punëve, e që të arrijmë që gjitha këto me lejen e Allahu xhallahu na shkunin nga çdo mëkat eventual që mund të ketë ngjitur për zemrën tonë